Tani vinë këta ambasador, ne kemi patur këtu dhe ambasador që dyshohen për akte korruptive gjatë momenteve të shërbimit të në Shqipëri. Njëri, madje, ju nuk e përmendët me emër, por edhe një ndërtesë që ju përmendën, që është te rruga e Laprakës, u ble ajo ndërtesa aty për zyrat. Ka qenë ajo, për të me përmend, Vladin. Po, u përmend, po. Se s'pe kujtoj që emrin, Vladin. Kroatja. U përmend këtu, aty ajo ndërtesë u ble me çmim të jashtëzakonshëm. Ai sa u bë problem në Bruksel, erdhi një ekip kontrolli nga Brukseli, edhe hoqën zyrat andeja, dhe u motivua se zyrat u hoqën për shkak se ishin ndërtuar me azbest, për të fshehur aspektin korruptiv të ndërtimit. Pra, do me thonë, kjo është dhe më e rëndë, del dhe e fshehin, pastaj imagjino se si është kalb godina. E kam këtu, zotë Milo, që ne, pa dyshim që ne duhet kemi vokacion perëndimor dhe drejt Europës, por nuk duhet idealizojmë çdo gjë. Sidomos në këtë situatë, kur unë këtë korrupsion, edhe në Bashkimin Evropian, po edhe në Europën perëndimore, e lidh dhe me një krizë të sistemit, një degradim të sistemit. Të sistemit ekonomik, politik perëndimor, po. Europian, këtu do të qëndrojmë. Por para se të shkojmë atje, duhet ju them që korrupsioni luftohet brenda në vatrën e tij. Dhe përgjegjës në atë parë për luftuar korrupsionin në Shqipëri janë qeveritë shqiptare, institucionet e shtetit shqiptar, politika shqiptare, sepse janë ata përgjegjës, janë ata të cilët janë votuar nga shqiptarët për ta qeverisur këtë vend dhe për ta çuar atë në Bashkimin Evropian. Por këtu është bërë e kundërta, sepse korrupsioni, lufta kundër korrupsionit u kthye më tepër në një slogan për të mbuluar aktet korruptive, qoftë të qeveritarëve shqiptar, qoftë të diplomatëve të huaj. Prandaj kanë ndodhur gjithë këto fenomene, qofshin brenda këtu në Shqipëri, sa janë në një nivel të tillë që nuk është imagjinuar se mund të ekzistonte një nivel i tillë i lartë korruptiv në Shqipëri, por që me lajmet që po mësojmë tani, këto aktet e korrupsionit kanë një përhapje kaq të madhe sa kanë zënë për gryke, mendoj unë, edhe institucionet e Bashkimit Evropian.